Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllash botën, bëj që në nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tën Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe ish ndrit drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është hënë dhe jemi në javën e dytë të kohës së Pashkëve. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiotit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës 6. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni, emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, ja dërzoj vdekjes së njerëzve gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot ta adhurojmë, hyjin atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona orës 6. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e 6. Ma jep o Zot mëshirën tënde, shëlbimin tënd sikurse mos zotove. Do t'u përgjigjem atyre që më poshtrojnë, se shpresoj në fjalën tënde. Kur mos e hiq prej gojës sime fjalën e së vërtetës, sepse kam besim në gjyqjet e tua, e unë do ta mbaj ligjin tënd për herë, në shekuj e në jetë të jetës. Do të eci udhës së gjerë, sepse i kërkoj urdhërimet e tua. Para mbretërve do të flas për dëshmitë e tua, e nuk do të më vi turp. Do të kënaqem në urdhërimet e tua, që aq shumë i kam për zemër. I lartësoj duart e mia drejt urdhërimeve të tua që i dua, e do t'i bluaj me mendje rregulloret e tua. Lavdiotit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 40, pjesa e parë. Falënderim dhe lutje për ndihmë. Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin, dhe ai u prir drejt meje, e vështroi britmën time. Ai më nxori nga gropa e mjerimit, nga gropa plot balt,
këmbët mi qiti mbi shkëmb dhe mi bëri të fort hapat. Në gojë më vuri një këngë të re, himnin e Zotit hyi ton. Shumë do të shohin e do të druajnë dhe do të shpresojnë në Zotin. I lumi ai që shpresën e vetë vë në Zotin, që nuk i nderon krenarët e ata që i mbështetën rrenës. Shumë mrekulli bëre o Zot hyi ynë, të mrekullueshme janë qëllimet e tua me ne. Nuk gjendet një tjetër i ngjashëm me ty. Nëse dua t'i shpallet t'i tregoj, janë aq shumë sa që s'mund t'i numroj. Fli e dhurata ti nuk do, vetë ma zbulove vullnetin tënd, fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon, atëherë thash, ja, po vi unë. Në librin e ligjit shkruan për mua, të kryej vullnetin tënd hyi im dëshiroj, ligji yt është në thellësinë e zemrës ime. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e Psalmit 40. Drejtësinë tënde e shpalla në kuvendin e dheut. Shih nuk i mbajtu mbyllur abuzët, o Zot, ti e di. nuk e fsheha drejtësinë tënde në zemrën time, do ta kumtoj të vërtetën tënde dhe shpëtimin tënd, kurse mohova mirësinë tënde e të vërtetën tënde në kuvendin e dheut. E ti, o Zot, mos mi moho për dëllimet e tua, dashuria jote dhe e vërteta jote më ruajtëshin vazhdimisht. Sepse më rrethuan të këqija të panumërta, më pushtuan fajet e mia e nuk më lën të shoh. Më shumë janë se fijet e flokëve të kresë, kështu që edhe zemra po më lëshon. Dënjo o Zot të më shpëtosh, o Zot nxito të më ndihmosh. Kurse let gëzohen e let galdojnë me ty, të gjithë ata që të kërkojnë ty, e të thonë vazhdimisht i madhërishëm është Zoti, të gjithë ata që duan shëlbimin tënd. Një mend jam skamnor e i vobekt, por se Zoti kujdeset për mua. Ti je ndihma ime dhe shpëtimi im, hyji im dhe mos vono. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës 6 marrë nga letra e drejtuar Kolosianëve kapitulli 2. Dhe pasi në Krishtin banon trupërisht e tërë plotësia hynore, kështu edhe ju jeni të mbushur me anë të tij, të varrosur bashkë me të në pagëzim, bashkë me të edhe u ngjallët në saje të fesë, me të cilën besuat në fuqinë e hyjit që e ngjalli nga të vdekurit. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshueshëm, tash më mundemi të thrasim aty ynë, boj të rritët në zemra tona shpirti bijësisë, që të mund të hymë një ditë në trashëgimin që na e premtove, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof na ruajt për çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.